Përshëndetje miq dhe mirë se keni ardhur në emisionin Çfarë duhet të dini në ekranin e RTS Korça. Si gjithmonë çdo të martë takojmë së bashku për trajtuar një tjetër temë. Sot kemi vendosur të flasim për rritjen e pagës minimale. Këshilli i Ministrave ka miratuar rritjen e pagës minimale në vend nga 40.000 në 50.000 lekë, një vendim që ka hyrë në fuqi nga 1 janari i këtij viti dhe që prek drejt për drejt mbi 300.000 punonjës në sektorin publik dhe privat. Në fakt, qeveria e ka konsideruar këtë rritje si një hap për përmirësimin e nivelit të jetesës dhe uljen e informalitetit, ndërsa për 9 muajt e parë shteti do të mbulojë kostot shtesë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Por çfarë do të thotë realisht kjo rritje për punëmarrësit, për punëdhënësit, por edhe për buxhetin e shtetit? A është kjo një rritje përballueshme dhe sa ndikon kjo në ekonominë reale? Pikërisht për këtë do të flasim sot në emisionin Çfarë duhet të dini. Së bashku me mua sot në studio është i ftuar Fatmir Ceci, ekspert ekonomie. Përshëndetje dhe mirë se ka ardhur. Në fakt është një vendim që duhet analizuar për efektet që do të ketë në ekonominë shqiptare, siç e thash edhe pak më parë, por do doja ta nisim me kuptimin e këtij vendimi. Ju si ekspert ekonomie, si e vlerësoni rritjen e pagës minimale në 50.000 lekë? Gjithmonë kur bëhet fjalë për rritje, normalisht që është një diçka e mirë, e suksesshme, por edhe se sa ka efekt kjo, normalisht që do t'i nënshtrohet rregullit të përllogaritjes, se sa ky efekt është në shërbim të punonjësve apo të punëdhënësve, të buxhetit të shtetit dhe të kontraktorëve të ndryshëm. Mirëpo, rritja në këtë rast është e konsiderueshme, është nga 40.000 lekë në 50.000 lekë, e cila ndryshon nga të gjitha rritjet e tjera që nga viti 2015, të cilat zakonisht kanë qenë nga 20.000 lekë ose 8% mbi pagën ekzistuese, ndërsa tash ka kaluar nga 40.000 lekë në 50.000 lekë. Do të thotë një rritje prej 25%. Pra është një rritje e konsiderueshme. Por këtu duhet kemi kujdes se të themi që kjo rritje prej 25% kalon në favor të punëmarrësve, kalon në favor të punëdhënësve, kalon në favor të buxhetit, kalon në favor të tregut në përgjithësi dhe të inflacionit në veçanti. Do të ndalemi në fakt tek secila prej këtyre që ju prekët gjatë këtij momenti, po a ishte një vendim i pritshëm edhe i nevojshëm në këtë fazë të ekonomisë së vendit tonë? Sigurisht që ky ishte një vendim i pritshëm, se qeveria ka vite të cilët publikon rritje page dhe këtë e avancon duke bërë rritjen e pagës në administratën publike. Do të thotë atë e promovon si promotor, për rritjen të cilën duhet marrin shembull dhe sektori jo publik ose sektori privat. Normalisht rritja e pagës mesatare në sektorin publik me 83.3% ose 83.300, normalisht që do të ndikonte dhe në treg, do të ndikojë në tregun e punës ose të burimeve njerëzore, edhe tek sektori privat, i cili e ka më të vështirë për të përballuar rritjet se sa buxheti i shtetit. Ju e përmendët pak më parë se duhet parë hap pas hapi se si do të jenë efektet tek punëmarrësit, tek punëdhënësit, tek buxheti i shtetit. E nisim pak tek pjesa e punëmarrësve. Si ndikon konkretisht kjo rritje tek punëmarrësit? Në fakt kjo rritje ndikon ndryshim nga herët e tjera, ndikon shumë tek punëmarrësi. Sepse rritja është më e madhe, masa e rritjes. Rritja është më e madhe dhe për arsye edhe se pagesa e tapit, domethënë skema e përllogaritjes së tapit të sigurimeve shoqërore dhe sigurimeve shëndetësore nuk ndryshon. Dhe në bazë të kësaj skeme, deri në 50.000 lekë nuk paguhet tatimi të ardhurat personale. Kështu që e gjithë rritja, përveç minus zbritjen e 11.2 që është sigurim shoqërore shëndetësore që paguan punëmarrësi, e gjithë rritja tjetër, e cila është 1.160 lekë, e gjithë rritja e 8.880 lekë, kalon në favor të pagës së punonjësit, i cili normalisht në këtë asnjëherë gjatë tërë këtyre viteve nuk e ka pretenduar ose marrë këtë lloj rritje. Është një masë që ngelet direkt në portofolin e tij. Në portofolin e punëmarrësit, normalisht që pastaj duke patur
normalisht ai do të konsumojë më shumë, do të rritet konsumi, sigurisht rritet konsumi, rritet kërkesa për prodhime. Duke rritur kërkesa për prodhim, normalisht do të rritet edhe puna ose rentabiliteti ose marzhi i punëdhënësve ose i subjekteve. Pra kjo është një si do operacion zinxhir, i cili në fundit sjell në një rritje të mirëqenies të rëndësishme, dhe në rritje të mirëqenies punëmarrësve, normalisht që edhe në rritje të si thua të sigurisë së tregut të punës së punëdhënësve, të cilët ata të cilët e përballojnë këtë, normalisht që do të kenë akses më shumë ose kërkesa më tepër nga punonjësit. E kuptoj. Ju e përmendët pak që do të jetë një rritje e mirëqenies, pa përkthehet kjo rritje e pagës minimale në 50.000 lekë. Realisht në rritje të mirëqenies duke patur parasysh edhe inflacionin, koston e jetesës. Po këtë normalisht që kjo duhet të nështrohet statistikave dhe ka edhe një risk tjetër, për arsye se duke u rritur kostua e punëdhënësve ose subjekteve jo publike, normalisht që ata do të rritin çmimet, rrezikohet të rriten çmimet e tyre, dhe kështu që kjo influencë besoj se do ta shkurtojë atë përfitim të cilit në pamje të parë del disi e kënaqshme. Nuk normalisht që inflacionit nuk i dihet, se kjo përcaktohet në tregun kërkesë ofertë. E kuptoj. Ndërkohë, nëse ndalemi tek përfituesit real, sipas shifrave të publikuara nga qeveria, bëhet me dije se përfitojnë nga rritja e pagës minimale nga 40.000 në 50.000 lekë rreth 307.000 punonjës. Mendoni se kjo shifër reflekton realisht tregun e punës në Shqipëri apo kemi ende informalitet? Normalisht që kjo është një shifër, si të thuash, parafërsisht formale, por ka edhe informalitet, edhe këtë dihet, është edhe e publikuar, dhe përqindja e informalitetit është e lartë, ende është e lartë, që shkon deri pavarësisht se, si thua, e vit pas viti ka filluar që ky lloj informalitetit të eliminohet. Janë bërë përpjekje. Janë bërë përpjekje dhe ka pasur edhe suksese. Normalisht që suksesi i parë është që në, si thua, në deklarimin e pagave reale, se deri më përpara, duke patur parasysh se paga tatohet në përqindje të lartë, si për sigurimet shoqërore, tatohet, ose taksohet, si të duash, ose për llogaritet kontributet mbi pagën, edhe përqindja e lartë e tyre, dhe shkurton pagën neto të punonjësit që merr për ta përdorur. Kjo tash ka ardhur duke u shkurtuar punonjësit ose edhe nga masat shtrënguese të qeverisë, por edhe nga ndërgjegjësimi i punëdhënësve, të cilët nuk kanë rrugë tjetër veç se të tregojnë pagën e tyre reale për arsye dhe të sigurisë të punonjësve në punë, të cilët ata punonjës të cilët e dinë që te kjo ndërmarrje ose te ky subjekt përveç pagës janë dhe të siguruar, normalisht që janë më optimist për punë dhe janë më të gjallë në punë. Duke marrë parasysh ndërgjegjësimin e punëmarrësve, po ashtu edhe masat shtrënguese dhe politikat e ndryshme që janë ndjekur gjatë viteve të fundit, marrë parasysh që punëdhënësit do të gjobiten, do të procedohen edhe masat e marra në këtë rast të informalitetit janë shumë herë më të larta. Kjo ka bërë edhe rregullimin e tregut. Po përmendat pak më parë që edhe shifrat e informalitetit janë të larta. A kemi shifra në rang republike ose rang qarku se sa mund të jetë informaliteti në këto momente që flasim në vendin tonë? Po derisa është informalitet, domethënë ndonjë shifër të saktë s'ka. Po diçka të përafërt. Edhe shifra që do thuhet do të jetë informale. Ka disa, për shembull opozita thotë që është deri në 37%. Shteti thotë se është deri 25%. Marrim një të mesme. Ka më një të mesme, disa ato Instituti i Statistikave thotë që është 13%. E kuptoj. Mirë. Që nuk mundet të përcaktojmë se sa është. Por realisht është i lartë në konsideratë me përqindjen mbi formalitetin, kuptohet. E kuptoj. Duke qenë se një nga ato që janë deklaruar nga ky vendim i qeverisë është edhe luftimi i informalitetit. Mendoni se kjo rritje e pagës minimale do të ndikojë drejt për drejt tek informaliteti? Po sigurisht që kjo do të ndikojë në informalitetin, thash që qeveria përveç
rritjes dhe ndërgjegjësimit nëpërmjet lajmërimeve të ndryshme, masave shtrënguese që thamë, ose masave informuese, mos themi masa shtrënguese, her pas here dërgon sinjale që të keni kujdes kur shikon listë pagesat e deklaruara dhe aty shikon që disa profesione për shembull nuk janë në pagën e duhur, të cilët realisht në treg janë në një pagë tjetër dhe deklarimi bëhet në një pagë tjetër. Dy nga sektorët më kryesorë që qeveria i ka në fokusin e vet për rritje pagës janë në sektori i turizmit, i cili ka dërguar një tabelë referencash të pagave, normalisht në rang kombëtar, jo të ndarë sipas rrethave, po edhe në sektorin e ndërtimit. Po ti shikosh ato lista, normalisht për Korçën, për shembull, janë shumë të larta. Por sipas sugjerimeve të tyre, që kjo është një pagë mesatare për llogaritur, jo paga maksimale për shembull në Tiranë, që është gjithmonë janë paga më të larta, por një pagë mesatare në rang kombëtar. Kështu që ajo do të jetë një referencë dhe një indicio për të bërë të mundur rregullimin e tregut. Ose për të mbatur në konsideratë punëdhënësit që shteti dhe synimi i shtetit është deri në këtë pagë. Gjithsesi, më fal, këtu ka reagime sa normalisht sa herë që rritet edhe bie në kurrizë të punëdhënësve, punëdhënësit reagojnë nëpërmjet shoqatave të tyre dhe nëpërmjet mbledhjeve që bëhet me qeverinë, me grupin e interesave që përfaqësojnë ata, dhe ata asnjëherë nuk e kanë pranuar që edhe normalisht që se pranojnë që kjo rritje page do ndikojnë në formalitetin, por gjithmonë i mshojnë asaj që kjo rritje page do ndikojnë në rritjen e kostos së tyre dhe edhe në, si të thuash, në falimentin. Disa pretendojnë se mundet të falimentojnë. E kuptoj. Patjetër që po, sepse shohin interesin e tyre në këtë rast, po meqense përmendet pagat referuese, ndoshta do ishte në këndvështrimin tim më e drejtë për të parë rast pas rasti, sepse nëse flasim për sektorin e turizmit, nuk është njësoj i zhvilluar në gjithë vendin, në çdo lloj qarku, themi, apo rrethine. Nuk është kategorizuar sipas rrethave dhe kjo është apo qoftë edhe sektori ndërtimit, sepse janë dy nga sektorët që sipas Instat kanë edhe të ardhurat më të mëdha dhe numri më të madh të punësuarve, po duhet parë rast pas rasti, sepse jo gjithmonë ritmi i ndërtimeve është njësoj. Duhet marrë rast pas rasti, po nuk mund të merresh dot më rast pas rasti, kupton se e vërteta është që disa ndërmarrje e përballojnë këtë rritje pagës. Ne kemi shumë subjekte të cilët i menaxhojmë dhe dimë se cili subjekt mundet ta përballojë rritje të pagës, e cila në tërësinë e vet kur ka 100 punëtorë është shumë e konsiderueshme, dhe ka dhe subjekte të cilët nuk e përballojnë dot këtë rritje pagës, por normalisht që ata normalisht do marrin masat e tyre, do përdorin strategji tjetër pune, do marrin masat e tjera shtrënguese për veten e tyre për të kursyer dhe për ta përballuar, për të qëndruar në treg. Ndryshe do të hapin tregun pastaj dhe kjo do të jetë një humbje edhe për ekonominë tërësi, edhe për vetë ata. E kuptoj. Ndalemi pikërisht tu, si do të jetë në këndvështrimin tuaj ndikimi tek bizneset? A do të mundet do të ta përballojnë këtë rritje? Bëhet fjalë kryesisht për bizneset e vogla dhe ato të mesme. Në fakt kjo rritje në bizneset e vogla nuk ndikon, se për arsye se shkalla e rritjes të tapit nuk ndikon se deri në 50.000 lekë, edhe pothuajse të gjithë bizneset e vogla në pagat në këtë nivel i kanë. Por do të ndikojë tek bizneset zakonisht të mesme, se edhe për bizneset e mëdha unë nuk mendoj që ndikojnë, se ata si thua që kanë marzhin e lartë të fitimit të tyre dhe mund të përballojnë, për shembull nuk fitojnë 500 milion, po fitojnë 400 milion, ama gjithmonë do të fitojnë. Ndërsa bizneset të mesme do të jenë shumë më të prekura dhe normalisht o do shtrëngohen që të kalojnë në bizneset të mëdha, të bëjnë inovaciona, çfarë të rinovohen, të përditësohen, ose ndryshe pasaj do të nështrohen konkurencës e cila do të nxjerrë jashtë tregut. Mendoni që ekziston rreziku që kjo rritje e pagës minimale të sjellë ulje të punësimit apo rritje të informalitetit, pra shkojnë kështu paralelisht këto? Kjo rritje page normalisht që do të sjellë jo ulje të punësimit, po do të thotë rritje të punësimit, se do të thotë
punonjësit do të jenë të interesuar që të punësohet. Jo të vetë Punonjësit punësohet. patjetër, po nga ana e punëdhënësve. A do të ketë ndoshta shkurtim vendesh pune për të përballuar Po, atë në masat e tyre, në shtesë? strategjitë e tyre, pastaj nëse ka operacione. Prandaj them ata do të rishikojnë edhe një herë strategjinë e punës së tyre, të gjitha operacionet dhe të shikojnë aty ku s'ka efektivitet, normalisht që do shtrëngojnë, do bashkojnë repartet, domethënë ka forma dhe mënyra të ndryshme për ata për të mbijetuar. Në bazë të eksperiencës suaj prej vitesh, cilët janë skenarët e mundshëm në një rast konkret të themi, të një biznesi që nuk përballon dot, një biznesi të mesëm, po marrim shembull, që ka një numër të konsiderueshëm punonjësish dhe nuk përballon dot kostot shtesë të kësaj rritje të pagës minimale. Skenarët më të mundshëm që mund të vijnë në zbatim. Kontributit më kryesor të këtij skenari jo të mirë, domethënë duhet të jetë shteti. Kuptohet, ai duhet të evidentojë subjektet të cilat janë në vështirësi edhe nuk mund ta përballojnë këtë lloj rritje page, edhe do të subvencionohen nga shteti. Siç është rasti që në këtë rritje page shteti 9 muajt e parë do të bëjë pagesën e shtesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Por kjo është 9 muaj, domethënë është e mjaftueshme. Normalisht kjo është një lloj subvencioni, mbase shteti në të ardhmen mund ta shikojë përsëri të arsyeshme që të bëjë një lloj subvencioni tjetër, për sa i përket shtetit ose buxhetit të shtetit në rang kombëtar nuk është interesuar që bizneset këtë të rritin pagën edhe të marrin si thua disa kontribute nga ato bizneset ekzistuese, por disa të tjera të mbyllen. Normalisht shteti gjithmonë që duhet të zhvillohen edhe tregu të jetë sa më i larmishëm. Sepse shkojmë në të njëjtin nivel më pas. Po, pastaj rritja e pagës nuk është se ndikon pozitivisht themi në buxhetin e shtetit apo në portofolin e sigurimeve shoqërore, shëndetësore e të tjera, pastaj se këto janë gjëra zinxhir të ekonomisë që shkojnë kështu. Që ndikon pozitivisht, ndikon edhe në buxhetin e shtetit, jo se ndikon, se shteti në këtë rast me rritje page do marr për ato subjekte të cilët e kanë mbi 50.000 lekë do marr më shumë të ardhura. Edhe tatimi i ardhurave do të jetë më i madh, kupton? Edhe rritja e pagës, domethënë nga një anë përfitojnë deri në shkallën 50.000 përfitojnë punonjësit e nivelit të ulët, por punonjësit ose të pagës mesatare ose të lartë, normalisht do të tatohen më tepër se sa janë tatuar deri më sot. E kuptoj. Jo, mora parasysh Kështu që shteti do të ketë më shumë të ardhura dhe prandaj shteti këto të ardhura prandaj them mund të ketë skenare të tjera, shteti të zgjuruar të ardhurat e tjera mund të rikthejë përsëri në ndihmën të buxhetit, por në këtë rast me fokusin të atyre që kanë vështirësi, jo të gjithë subjekteve. Ky është mendimi tim. E drejtë. Unë nisa nga fakti që thatë pjesa e buxhetit të shtetit pra rritja e të ardhurave apo nëse do të cillte uljen e numrit të punonjësve do të kishte një balancime, do të ishim në të njëjtën situatë. Ndërkohë që e përmendëm pak që ekonomia ka një gjë që nuk ka formulë të saktë, kupton. E drejtë, pavarësisht është matematikë. Po, pavarësisht që thuhet matematikë duhet të jetë shumë i fortë, por nuk ka të bëjë me matematikën e thjeshtë. E drejtë, po se ndikojnë shumë faktorë të jashtëm edhe të brendshëm patjetër. E përmendëm pak rolin e shtetit për 9 muajt e parë që do të mbuloj kostot shtesë të sigurimeve për të gjitha bizneset, për t'u dhënë ndoshta mundësi që të shohin, është ajo që përmendëm pak më parë, të gjitha skenarët e mundshme dhe politikat që do të ndjekin për ta përballuar pastaj këtë rritje të pagës minimale, po sa ndihmon realisht kjo biznesin, sa e lehtëson, edhe a është e mjaftueshme dhe a jep kohën e mjaftueshme një biznesi që pas 9 muajsh ta përballojë këtë kosto pa bërë ndryshime të themi në numrin e punonjësve apo pa e dëmtuar dhe pa e cënuar atë biznes. Tash kjo, thash edhe një herë, kjo është individuale dhe për secilin subjekt ka specifikat e veta. Unë sipas përvojës time dhe ne kemi subjekte realisht të cilëve jo kemi transmetuar këtë lloj vendimi dhe disa prej tyre normalisht e kanë ditur qysh më përpara që ky tregu në këtë nivel do të shkojë, edhe situatë janë të para përgatitur, ka dhe subjekte të cilat nuk mundet ta përballojnë këtë lloj. Tash këtu varet nga përveç subvencioneve të shtetit, të cilët duhet të jetë më kryesori, ata do ketë edhe strategjitë e punës së tyre. Disa subjekte mund të reinvestojnë për të shmangur fuqinë punëtore dhe për ta modernizuar ose digitalizuar subjekte dhe drejt kësaj po shkohet. Shumica e subjekteve tash po marrin makineri të reja
dhe një infrastrukturë të re digitale, edhe cila bën të mundur eliminimin e fuqisë punëtore, asa fuqisë e cila mezi gjendet në treg, dhe do të rritin eficiencën nëpërmjet modernizimit të tyre. Edhe me sa kam vëre unë, shumica e subjektet të cilët ndjekin këtë rrugë, pas hapi dhe gjithmonë investojnë në modernizimin e prodhimit ose të aseteve të tyre, ata janë të suksesshëm edhe qëndrojnë i rezistojnë tregut. Të gjithë të tjerët të cilët kanë investuar një herë dhe nuk investojnë më, ata kanë mbetur mbrapa dhe normalisht rrezikojnë të falimentojnë. Është në mënyra më e mirë, çështja e investimit. Një nga mënyrat më e mirë është kjo, për të rezistuar. Kostot e tyre, ulin numrin e punojësve, nuk është mirë për punëmarrësit në këtë rast, po është e mirë për biznesin sepse ecën përpara. Po pra, është e mirë për bizneset sepse ecën përpara duke modernizuar, nuk e përdor 10 punëtorë, ble një makineri dhe ai vetëm është automatike dhe përdor një punëtor. Kështu që eliminon pagat, normalisht që edhe situatë nxjerr të ardha sa për të shkryer dhe investimin e tij. Edhe fakti është ky që të gjithë ata, dhe thashë edhe përpara, të gjithë ata subjektet të cilët kanë investuar në modernizimin e operacioneve të punës të tyre, të gjithë ata janë në treg dhe janë më të suksesshëm në treg. Të gjithë të tjerët që kanë mbetur me atë punën artizane të tyre, të paspecializuar, janë shumë brapa. I vuajnë efektet e gjitha këtyre ndryshimeve. Edhe duhet të themi edhe një gjë tjetër. Ne jemi në prag të futis në Komitetit Evropian. Edhe tregu, konkurenca e tregut nuk do jetë më Shqipëria, vetë Shqipëria brenda. Tregu do të jetë shumë herë më i gjerë, do të jetë tregu evropian, i cili normalisht që duke u përplasur në të kërkesë ofertë të globale, ata shumica ose disa prej tyre, më mirë të themi, normalisht që nuk mund ta përballojnë dot. E vetmja mënyrë dhe zgjidhje është që të ecin të modernizohen dhe të specializojnë punonjës në këtë drejtim. Të paktën ato biznese që kanë potenciale do të mund të përballen me tregun. Një pjesë e tyre janë tashmë, do të përballen me tregun europian dhe globale, do duhet të kalojnë disa filtra shumë herë më të fuqishme se sa tregu vendas. Duhet të ngrihen në standarde shumë herë më të larta. Mirë, ka shumë për të folur, gjithmonë për ekonominë nuk përfundojnë as pyetjet edhe as përgjigjet. Ne do të vazhdojmë të flasim edhe në pjesën tjetër të programit Çfarë duhet të dini, ndërkohë që shkëputemi për pak spote publicitare. Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Çfarë duhet të dini edhe për këtë të martë, ku jemi duke folur për rritjen e pagës minimale, efektet që ajo do t'jap përgjatë këtij viti në vazhdimsi në ekonominë shqiptare, dhe së bashku me mua në studio është Fatmir Ceci, specialist ekonomie. Kemi folur në fakt në pjesën e parë të këtij programi se si ka qenë kjo rritja e pagës minimale, efektet e saj tek punëdhënësit, tek punëmarrësit. Kemi folur gjatë në fakt se si do të ndikojë edhe se çfarë duhet të bëjnë apo çfarë do të bëjnë bizneset për ta përballuar, por e kemi prekur pak edhe pjesën e ndikimit në buxhetin e shtetit. Çfarë ndikimi do të ketë kjo politikë në buxhetin e shtetit? Ka tashmë sepse ka hyrë në fuqi ky vendim nga 1 janari i këtij viti. Normalisht rritja e pagës në nivel kombëtar, si në sektorin publik dhe atë privat, ka ndikimet e vet në buxhetin e shtetit. Kur nga njëra anë duket sikur shpenzimet e buxhetit të shtetit do të ulen, por sipas llogaritjeve të paktën në sektorin privat, buxheti i shtetit normalisht në këtë rritje do të ketë përfitimet e veta. Për arsye se deri në pagën 50.000 lekë buxheti i shtetit do përfitojnë punëmarrësi, nuk do të përfitojë buxheti i shtetit, por me pagën mesatare 50.000 lekë edhe lart, dhe pagat e mesme dhe pagat e larta, përqindja e pagesës nuk do ndryshojë, por do të ndryshojë situatë vlera e kontributit, për arsye se gjithmonë kontributet e sigurimeve shoqërore shëndetësore dhe TAPi për llogaritën mbi pagën bazë. Minimale, po. Mbi pagën minimale, mbi pagën bazë reale. Edhe duke qenë se këto paga kanë atë si do të kenë rritjen e tyre, se këtu ka një si do efekt domino, duke rritur pagën minimale,
Nuk mundet që qëndroj paga e specialistit me pagën e punëtorit. Kështu që nëse paga rritet paga e punëtorit, automatikisht ose ti thua pa tjetër duhet që ai punëdhënësi do të rrit pagën e specialistit, se normalisht do të mbetet i pakënaqur ai që është një specialist shumë më i mirë se ai që është një punëtor i rëndomt, ose një ekonomist, ose një inxhinier, ose do thonë këto paga do jenë do efekti domino. Do thonë, kjo pagë do të shtyjë që të rritet edhe pagat e tjera, normalisht që duke rritur ato pagat e tjera, përveç edhe asaj që thamë që edhe shteti ka indicot e veta dhe ka iniciativat e veta për të marrë masa që subjektet të rritin pagën, duke i dhënë atë të paga reference, dhe normalisht që duke rritur paga dhe mbi pagën llogaritën sigurime shoqërore, shëndetësore dhe tapi, atëherë në buxheti i shtetit do ketë kontributi në buxhetin e shtetit do të jetë ende më i madh. Ktu shteti në ato përfitime që do të ketë për këtë vit, të paktën për 9 muaj, mendon që atë përfitim ta rikthejë përsëri në t'ja u paguaj firmave private, subjekteve, por ama 9 muaj. Mbase më vonë, si thua, e shikon të arsyeshme, shikon të arsyeshme që dhe mund ta zgjat periudhën, ose mund të gjejë një mënyrë tjetër subvencionimi të subjekteve të cilët kanë vështirësi për të përballuar këtë lloj rritje. E kuptoj. Pra, fitimet që do të ndodhin nga ky ndryshim jo të rësisht normalisht përkthehen në mbështetje për biznesin. Të paktën në këtë rast, se herët e tjera nuk ka ndodhur, por këtë rast buxheti i shtetit mendon që të bëjë një subvencionim të rikthejë subjekteve. Normalisht dhe pjesën tjetër do ta përdorë për infrastrukturë dhe për shërbimet e tjera, të cilat indirekt do të ndikojnë përsëri në rritjen e mirëqenies së punonjësit edhe të rritjes produktivitetit të subjekteve. E kuptoj. Ndërkohë që pas 9 muajsh duhet parë pastaj efekti real se si do të jetë tek bizneset, po besoj deri atëherë do të kenë kohën e mjaftueshme, prandaj e thash edhe pak më parë që në këto 9 muaj, duke qenë se diferenca mbulohet nga buxheti i shtetit, diferenca kjo rritje e kostos për bizneset, do të kenë kohë të gjitha bizneset të vogla apo të mesme të marrin masat e tyre. Ta rishikojnë edhe një herë situatën e tyre financiare, edhe që ku të ndërpritet kjo lloj subvencione, ata të ecin, avancojnë më tej. Ju përmendët pak më parë dhe mua më pëlqeu një nga strategjitë më të mira, ato që kanë treguar, themi që i kanë rezistuar tregut bizneset, është investimi. Investimi në makineri dhe në specialistë. Edhe në specialist. Edhe në specialist, sepse investimi në pjesën e makinerive që detyrimisht sjell ulje të numrit të punonjësve, por marrjen e specialistëve dhe pagesën e tyre, pra pagat e tyre janë sigurisht shumë herë më të larta se sa punëtorët e thjeshtë, të themi, sepse një person që të vërë në përdorim një pajisje të kohëve të fundit, patjetër që duhet jetë i specializuar. I kemi kushtet në vendin tonë që këta lloj punonjësish të specializohen, të kualifikohen, të rriten profesionalisht dhe të arrin aty ku duhet? Është, por me sa dim neve, shkollat profesionale janë situatë janë hapur pothuajse në të gjithë rrethet. Janë fuqizuar, do thoja, sepse rritja e nxënësve dhe studentëve të tyre ka filluar duke ardhur gjithmonë në ngjitje. E kuptoj, jo vetëm që janë në pothuajse çdo qytet të Shqipërisë, po do thoja vëmendja e shtuar e qeverisë shqiptare, nisur nga ky fakt që jemi duke diskutuar, nga ulja e fuqisë punëtore, nga mungesa e specialistëve, profesionistëve, sigurisht që gjatë viteve të fundit fokusi kryesor ka qenë tek arsimi profesional, investimet shumta apo qofte edhe vëmendja e shtuar në kurrikula, në përditësimi i tyre, bashkëpunimi me bizneset rajonale për t'i fuqizuar këto shkolla dhe sigurisht që ka patur edhe rezultate pozitive, numri i nxënësve ka qenë konstant ose në rritje, por ajo çka mua më është dukur më e vlefshme është cilësia e këtyre nxënësve, që ka ardhur duke u rritur dhe të shpresojmë që do të marrin të njëjtin vlerësim, sepse po të shohim vendet e tjera fqinje apo europiane apo edhe globale, profesionet paguhen patjetër shumë herë më shumë, kanë më tepër vëmendje dhe patjetër që kemi nevojë për specialistë të fushës. Të shpresojmë që do të ecin në këtë hap, por do të veçonja këtu ka dhe jo vetëm kualifikimi bëhet jo vetëm përmjet shkollave, po edhe vetë ndërmarrjet bëjnë kualifikimin, janë të interesuar dhe bëjnë kualifikimin e tyre.
Trajnime të ndryshme. Por jo, ata punojnë si që i marrin, normalisht i marrin si kursantë, normalisht me një pagë fillimisht minimale, më të ullët se paga që e zakonshme, dhe pa i kualifikojnë dytërmën që t'i kenë drejt për së drejti në funksion të punës së tyre. Se mund t'i marrin nga shkolla profesionale, ashtaj që të ati, varet se sa të arsimuar ose të kualifikuar janë, dhe ju duhet përsëri të rikualifikojnë. Të investojnë vetë bizneset tek punonjësit e tyre, është e drejtë kjo. Janë gjysmë të përgatitur, por duhet që të specializohesh për vendin e punës, normalisht kur ndron një vend pune ose kur zë një vend pune të ri, të duhet patjetër një eksperiencë. Edhe brenda të njëjtit vend pune do thoya, unë ka nevojë njeriu gjithmonë që të trajnohet edhe të mësojmë shumë dhe të rritet profesionalisht. Përmendet pak më parë që një pjesë e bizneseve, duke qenë se ju keni kontakt vazhdueshëm dhe vitet e eksperiencës tuaj kanë bërë vetën, si e shikon tregun në qarkun e Korçës? A ka një pjesë të mirë të bizneseve që kanë kuptuar që mendësia e duhur është kjo, investimi në teknologji, në makineri dhe qëndrueshmëria në tregun e punës, për të mos rrezikuar për dal nga tregu apo për të hedhur poshtë gjithë investimin e viteve të jetës së tyre? Tashi kjo situash varet nga subjekti, normalisht që ka... Po trendi si është? Ka trend, po këtë do thesha, ka trend edhe ka subjektet të cilët e kanë kuptuar këtë dhe erë pas ere në mënyrë të vazhdueshme, se ky lloj investimi duhet të jetë i vazhdueshëm, të jetë bashkëkohor, të jetë teknologjia e cënë me hapa galopante. Aq më tepër që në këto kohë të fundit teknologjia dhe inteligjenca artificiale ka bërë që të ecin me hapa kursuati galopante dhe ti duhet ta kapësh atë trend dhe ti jesh si do të bashkëkohor me të. Ka shumë subjekte dhe unë sipas vëzhgimit tim në subjektet të cilët ne menaxhojmë, ka një lloj piramide. Ka subjekte të cilat të një sektori dikush qëndron në maj, pastaj dikush është i dyti, i treti në formë si ato bicikleta, do të thotë janë me dy vende të cilët janë në krye dhe pastaj vinë poshtë ata subjekte të cilët normalisht nuk kanë atë efektivitet që kanë edhe subjektet e tjera. Brenda të njëjtit sektor. Jo duket një gjë e mirë. Por është një gjë tjetër, është se shteti përsëri ka ndihmuar në këtë lloj aspekti, ose si thua, i ka ndërgjegjësuar subjektet këtë aspekti duke dhënë atë kredinë sovrane, e cila e ndihmon, po duke paguar interesat shteti dhe është një ndihmë shumë e madhe për atë që ka ide dhe projekte për të ecur përpara. Domethënë këtu është përveç se aspektit teorik të indicuar nga shteti, nga institucionet shtetërore, është edhe aspekti real i cili të gjitha bankat janë të angazhuara për të përdorur këtë lloj si thua kredie që quhet kredia sovrane me interesa shumë të ulta. Për arsye të jepet mundësia subjekteve për të investuar dhe pa shpenzime. Përmendet pak atë rolin e piramides, pra pothuajse në çdo sektor, thatë pak më parë, ka biznese që qëndrojnë në krye dhe më pas është një rend i tillë. Ju duket një gjë e mirë kjo për qarkun e Korçës të themi, apo do duhet të kishte një trajtshmëri nëpër sektore për të patur konkurrencë? Këtu është edhe një çik politike ose ideologjike, si thua kapitalizmi, si thua këtë skemë ka. E drejtë. Nuk mund të themi që duhet të ketë barazi. Edhe tja, konkurenca bën që lufta ose diversiteti midis subjekteve bën që dikush që të qëndrojë në krye. Edhe gjithë të tjerët do të ndjekin atë subjekt ose do të tentojnë ta ndjekin dhe duke bërë edhe kjo ndihmon edhe në situatë në inovacionin e subjekteve, të cilët do të shikojnë që ky lloj rruge të sjellin sukses. Kjo lloj rruge deri tash nuk ka sukses dhe do të bëjë ndryshimin e strategjisë së punës së tyre në investime dhe në specialistë. Kështu që shërbejnë si shembuj ata që kryesojnë piramidën themi për edhe është domosdoshmë konkurenca e bën këtë seleksionim. E kuptoj. Nëse një ligj edhe i natyrës, ai që është më lart thithë me shumë diell, i thonë. E drejt. Nëse ndalemi tek efektet afatgjata, sepse deri tani u morëm tek efektet e drejt për drejta, tek punëdhënësi, punëmarrësi, tek buxheti i shtetit, e ngelet për tu parë edhe pas 9 muajve të parë, që do të mbulohet kjo kosto shtesë, se si do të vijohet edhe se si do ta përballoj biznesi. Në një afat më të gjatë, mendoni se kjo rritje do të ndikojë pozitivisht në ekonominë shqiptare? Apo nevojiten edhe ndoshta masa të tjera? Këto janë hapa të domosdoshme që duhet më fal.
Kto janë hapat të domosdoshme, do s'do dikush, do s'do është janë hapat që i kërkon koha dhe momenti që gjithmonë zhvillimi dhe ecën në spirale, domethënë e ti ngjitse, edhe kjo është e domosdoshme patjetër që dhe e kërkon koha, dikush do dalë përpara, dikush do ecë më përpara dhe dikush nuk do t'i rezistojë dhe do të mbetet mbrapa. Kjo është një domosdoshmëri. Po rritja e pagës sigurisht ishte e domosdoshme, nisur nga fakti Rritja e pagës e rritja e mirëqenies, aq më tepër që ne tentojmë dhe të vimë në Bashkimin Evropian, që do të jemi të njëjtin niveli, që po ka domethënë thashë një efekti domino. Nëse ti rri me këtë pagë, të gjithë punonjësit do të ikin jashtë shtetit. Që ti ndalesh të mos ikin, ti duhet të rritësh pagën. Një arsye. Një arsye tjetër është që paga duhet të rritur ose çmimet janë të rritura. Edhe paga ai e kërkon se duhet të ushqehet, të mbajë dhe familjen, ti do pagë të rritur, kështu që është një domosdoshmëri. Tash një ndihmës tjetër përveç kësaj, pa bërë politikë, shumë janë edhe tregu i punës i ri që vjen nga jashtë, të cilë këtë eksperiencë nuk e nxjerr Shqipëria, po e kanë pasur dhe shtetet e tjera, sidomos shtetet evropiane. Gjithmonë, sa mbajmë mend ne dhe sa kemi lexuar, ata gjithmonë emigracionin e kanë pasur si burim të pashtershëm për ekonomitë e tyre. Megjithëse ne na duket çuditshëm në fakt, tingëllon pak ndryshe në Shqipëri, ndërkohë që shqiptarët kanë emigruar në çdo vend të botës dhe janë punësuar aty në sektor të ndryshëm. Po kanë ndjekur trendin e mirëqenies. Patjetër. Tashmë na duket çuditshëm që nga shtete të tjera të botës të vinë dhe të punësohen në Shqipëri. Po kam përshtypjen që këto vitet e fundit edhe tregu po mësohet edhe vetë bizneset po përballen me një gjë të tillë. Është një alternativë kohës, një domosdoshmëri. Edhe kjo lëvizja dhe emigrimi i fuqisë punëtore nga vendet më të varfra në vendet më të pasura, nga një qytet më i varfër në qytet më i pasur, nga fshati në qytete. Kjo është në tërë botën që është trend botror. Na duke i çuditshëm ja që erdhi koha edhe në Shqipëri të vinë nga vendet të tjera. Është e çuditshme se edhe këtu janë mësuar dhe të rinjtë shqiptarë, nuk duan më tash po të vesh tren, nuk duan se dhe kjo është një efekt negativ në treg, nuk duan të punojnë punë të rëndomta, po normal duhet të përzgjedhin. Edhe nëse sa rin do të përzgjedhin këtu, më mirë shkojnë të thonë punon hidraulik në Gjermani se sa të punoj këtu. Domethënë kjo është një tendencë dhe më pas do duhet të mbushet ky hendek. Dhe ky boshllëk që krijohet për fuqi punëtore. Nuk është negative që ti të kesh indicë ose atë iniciativën që të gjesh gjë më të mirë, kupton? Pavarësisht se ajo propaganda e edhe dashurisë të tjera me radhë. Normalisht ai do vej të gjej aty ku do jetoj më mirë, me veten e vet, familjen e tij dhe fëmijët e tij pastaj më pas. Do zgjedh më të mirën personale dhe familjare patjetër. Jepet mundësia normalisht. Por ky hendek që krijohet patjetër që duhet të plotësohet dhe pastaj ky hendek që të plotësohet dhe një nga arsyet është kjo. Vendet e tjera. Po disa punojnë dhe këtu edhe në Korçë ka filluar ato iniciativat për punonjës. Kryesisht vinë nga vende? Po nga Filipinet, nga këto vendet e varfra që kemi hasur të gjithë pothuajse. Si që kishim ne. Derdje përdorse Shqipëria si vend i fasonet, do të thënë se me që kishte pagat ulta. Tash kjo lloj tregu po fillon edhe po zbehet, nuk ka kërkesa për të hapur fason në Shqipëri, pra se ti ke rritje pagë dhe ai për atë lloj pagë vinte se ishte levertishtë se kishte pagë shumë e ulët. Tash duke mos kështu ka gjetur një treg tjetër, shkon që këtu shkon përsëri direkt në Filipinet ose në Bangladesh, ku është ajo. Ndërkohë që punonjësit andej dhe njerëzit vinë. Tregu i burimeve njerëzore është tashmë ai globalizuar. Patjetër që po, janë agjencitë e punësimit që bëjnë të mundur lidhjen e kompanive, të bizneseve, të fabrikave të ndryshme themi me punonjës nga çdo cepi i globit, kështu që nuk është se do vononte të ndodhte kjo gjë dhe me Shqipërinë. Mendoni se nevojiten të tjera masa shoqëruese për të patur një ekonomi të mirë, përveç kësaj që ka ndodhur tashmë vendimi që ka hyrë në fuqi? A do duhet të shoqërohet edhe me masa të tjera ndihmëse? Por normalisht që duhet të gjithmonë zhvillimi kërkon ka kërkesat e veta, domethënë që të ecësh përpara duhet të plotësosh disa kërkesa, të cilat janë aktuale, por edhe disa kërkesa që lindin gjatë rrugës. Edhe domethënë kërkesa për të rritur edhe tendenca e rritjes normalisht ka kërkesat e veta. Aq më tepër që thamë, tashmë tregu nuk është më treg shqiptar,
edhe ato kërkesa dhe si thua benefite ishin brenda për brenda, i përfitonja brenda për brenda tek shqiptar, tash do të përplasesh me tregun evropian, që normalisht jo tani, po ne shumë subjekte që janë edhe në Korçë, shumicën e tregut të shitjeve dhe të xhiros të tyre e bëjnë në tregun evropian. Si thua edhe po ato subjekte përveç se të shesin, marrin edhe mentalitetin ose si thua përvojën e punës së tyre, edhe e aplikojnë edhe në Shqipëri. Janë më të suksesshëm ato subjekte të cilët kanë parë dhe e përthisin ato lloj përvoje dhe mundohen që ta aplikojnë edhe në Shqipëri. Dhe kjo bën të mundur që të mos kem frikë nga konkurenca e Shqipërisë, po, se tregu normalisht në Evropë dhe kanë çmimet e shitjes shumë më të larta, edhe ato kanë superioritet, duke qenë se këtu paga është më ulët dhe çmimi në kosto domethënë e produktit do dalë shumë më ulët se sa një produkt i cili do prodhohet në Gjermani me fuqi punëtore gjermane, me lëndë të parë gjermane dhe tjera. Por duke qenë të specializuar dhe të modernizuar në aspektin teknik, inxhiniero-teknik, edhe të marketingut, atëherë ky do të me të njëjtin produkt, se do arrin nivelet e atij produkti normalisht, do arrin nivelet e atij produkti me një kosto më të ulët. Edhe është një konkurrent shumë i mirë në treg, çan tregun dhe ka një fuqi blerëse shumë herë. Por shumë herë në evropiane, më të madhe. Më të madhe dhe me marrë shumë herë më të lartë. Ky është një sukses. Dhe këtë mundohen të shfrytëzojnë shumica e subjekteve që kemi këtu. Tregu online tani e bën të mundur gjithçka. Tregu online. A mund dhe a e shihni të arsyeshme që kjo rritje e pagës minimale të shoqërohet me politika për produktivitetin, përpos gjithë gjërave tjera që kemi diskutuar? Po normalisht e tham tash këtu në të njëjtën gjë, po dalim të njëjtën që të rritet paga, normalisht që do rritet kosto e subjektit. Që të rritet kosto e subjektit, normalisht që afitimet që i ngelen subjektit të jenë shumë më të vogla. Duke patur fitime më të vogla, normalisht ai nuk ka mundësi që të investojë. Do të mbetet në suazën e një rrethi të mbyllur, i cili nuk do të ketë ngjitje. Atëherë, e vetmja zgjidhje për të dalë nga ky ngërç do të jetë investimi në makineri, pajisje digjitale, bashkëkohore, se ndryshe nuk ka edhe në specialistët të mirëfillt, të kualifikuar, që nuk mund të marrë 10 punëtorë, po do marrë një edhe i cili të ditë përdor makinerinë. E ndoshta do duhet të shihen të tjera politika. Gjuhën e huaj. Ka raste sa duhet, që duhet patjetër nga 10 punëtorë i zënson një specialist, po që di dhe gjuhën e makinerisë një herë të parë, po dhe gjuhën e huaj për mirëmbajtjen e makinerisë. Edhe normalisht edhe për tregtimin, menaxhimin e tregut. Në një pjesë të mirë të sektorëve, të paktën në bujqësi po e marr si shembull, ka shumë politika të tilla që ndihmojnë fermerët e ndryshëm për të rritur makineritë e tyre, potencialin e tyre, kështu që të shpresojmë që ndoshta politika të tilla do të ndiqen edhe në sektor të tjerë për të bërë të mundur këtë që sapo ju thatë. Mendoni që kjo rritja e pagës minimale do reflektohet në rritjen e çmimeve? E përmendëm pak kur kemi folur për punëdhënësit që ndoshta mund të çojë në këtë efektin zinxhir apo në këtë spiralen që do të krijojë. Po tash kjo thash e vetmja gjë e vërtetë që është në tregun kapitalist është që çmimi dhe vlera e një produkti caktohet në treg. Domethënë, ai kur të dalë në treg do të ketë të nështrohet raportit kërkesë ofertë dhe do të shikohet nëse kërkesa është më e madhe, normalisht që ai do të bëjë rritjen e çmimit për arsye se i shitet produkti. Unë mendoj që thash disa subjekte të cilët e përballojnë, kanë mundësi të përballojnë këtë rritje, se kjo rritje do të jetë si vjet do jetë e vazhdueshme. Patjetër. Por them në momentin që jemi, ka subjekte të cilët me sa di unë e përballojnë. Dhe këta lloj subjekte nuk mundet të arritin çmimin. Po ka subjekte që duan të arritin. Mirë po e keqja është se duke rritur çmimin nuk do të shitet.
Kështu që është një formulë, një rreth vicioz i cili është i paditur për ta përcaktuar para kohë dhe për ta thënë në intervista. Kupton, këto caktohen në treg dhe treg duke parë dhe duke. Por tendenca do të jetë. Sigurisht që ka shumë raste edhe të abuzimeve, të themi. Do të ketë biznese të tilla që nisur nga fakti i rritjes së pagës minimale me arsyetimin që do të rriten kostot e tij, do të bëjë rritje të çmimit të produktit, të shërbimeve që do të ofrojnë në treg. Çfarë sugjeroni ju? Unë këtu s'kam sa të sugjeroj, unë thash e vetmja mundësi. E kam fjalën për rastet kur do të abuzohet me këtë gjë. Se patjetër që kuptoj që kostot do të rriten nga bizneset. Po efektin e abuzimit pastaj e ndreq përsëri tregu, prandaj thamë çdo gjë ndreqet në treg. Se duke ti rritur çmimin, normalisht produkti nuk do të shitet, edhe duke mos të shitur ti je detyruar ta ulësh përsëri çmimin, të shkosh në nivelet e tjera. Kështu që kjo thash nuk e vetmja gjë që ekonomia nuk ka formulë të përcaktuar. Ka vetëm tendenca dhe tentativa për të vepruar. Por tregu bën normalisht është ai rregullatori më i mirë. E drejtë, po ndoshta këshilla më mirë do të ishte që ti shohin gjërat dhe ti marrin hap pas hapi dhe të mos shkojnë në abuzime të tilla. Patjetër që kuptojmë kostot që do të kenë bizneset. Dgjoj, nuk mund ta quash abuzim kur ai do ta tentojë të arritë çmimin për arsye të mbi ekzistencës së tij, kupton? Abuzim do të quajmë ato që rritjen e çmimeve për shembull në rastin e vitit të ri. Këto mund të quajmë abuzime. Ose ato që kanë monopol, të cilët janë kot po flas ato VIP-at e mëdhenj, që kanë monopol një produkt, kanë monopol tregun, edhe ata mund të quash abuzime, të cilët e rritin çmimin se s'ka kush t'i konkurroj. Këtu po flasim për firma, subjekte të rrethit të Korçës, të cilët nuk ka në këtë nivel, do të thënë që mund të bëjnë dominon, në rolin domino, do të thua në treg. Do të jetë një bumerang për ta nëse do të ndodhë një gjë e tillë. Po subjekte në këtë nivel që janë, nuk mund të bëjnë këtë rolin e përcaktimit të tregut. Se s'kan kapacitete, janë këta. Ne këtu në Korçë zakonisht janë shumica e firmave janë të mesme dhe të vogla. Nuk ka shumë pak, janë 2-3, janë subjekte të mëdha të cilët mund të thuash që përcaktojnë tregun. Domethënë duhet të kesh një produkt specifik ta kesh monopol. Kur thash pjesën e mirëkuptimit të kostove dhe pjesën e abuzimit, marr parasysh që kërkesë ofert, okay, jam shumë dakord me ato që ju thoni, nëse do të rritet kërkesa për produktet, për shërbime fal rritjes së pagës minimale dhe mirëqenies të gjithë punëmarrësve, do të ishte shumë e drejtë. Por në rast të kundër, pastaj do të kthej kështu në bumerang atë që diskutuam, sepse do të ngele edhe malli pashitur edhe nuk do të kishin përfitime. Edhe nuk ka të bëj fare edhe me normalisht që edhe shteti gjerë pas here ka marrë masa kur diku shikohet që abuzohet me çmimet, ka marrë masa të cilët ka vajtur dhe i ka vërtetuar në vend. E kuptoj, po është vetë fuqia blerëse që të nxjerr nga tregu në raste të tilla dhe të nxjerr gjithë mangësitë. Nëse do të bëjmë një krahasim me pagën minimale me vendet e rajonit, ku jemi në këto momente? Të futem çik teorik në teorinë e ekonomisë, është një teori të cilën shteti duhet të qëndrojë larg tregut. Është një teori që quhet e kesit, është që shteti duhet të jetë rregullatori i tregut. Këtu janë dy teori të cilat her pas here njëherë del dominon njëra dhe njëherë dominon tjetra. Kur shteti për krijuar balancin. Kur shteti me atë të drejtën e tij për të abuzuar për të ndikuar në treg abuzon. Merr më shumë taksa, normalisht edhe ato shërbimet nuk i kthen aty ku duhet. Ndërsa tjetra thotë që ato lekë të cilat i merr shteti dhe ai i shpërdoron, lerja subjektit në përdorim i cili do ta ketë si atë që thamë rritjen e investim. Po. Dhe ndikon në të gjithë shoqërinë. E kuptoj. Dy teoritë edhe shteti shqiptar këtë ndjek. Her pas here ndjek atë teorinë që ndryn, nganjëherë pastaj të riqet fare. Siç është rasti që i ka lënë subjektet e biznesit të vogël të lira pa tatime dhe taksa. Kjo është një politikë shtetërore. Patjetër. E le që ata të mëkemet të rriten edhe të bëhen të shëndetshëm situata të futen në biznes të madh. Edhe gjithë lekët që do t'i merrte shteti janë në xhepat e
subjekte. E kuptoj. E kemi trajtuar edhe në tema të tjera, ndërkohë që i rikthemi pagës minimale. Duke qenë se jemi në fund të minutave të emisionit, nëse bëjmë një krahasim të themi me pagën minimale të vendeve të rajonit, ku jemi në këto momente me këtë vendim të fundit? Jo, paga minimale në Shqipëri gjithmonë ka qenë në nivelet më të ulta se sa tregu të paktën në Ballkanit. Në Ballkan nuk krahasohet me Evropën. Që nga viti 2015 ka filluar një rritje page, por në nivele shumë të ulta, thamë 8%, ose 20.000 leka, 220, 240, 300, 320, gradualisht, por kjo është rritja më e madhe. Shteti tenton që vitin tjetër, ose pas 2 vjetësh, do ta bëjë 60. Por të njëjtën politikë që ndjek shteti shqiptar, ndjekin dhe shtetet fqinje. Edhe aty është pa mjaftueshme minimalja edhe për aty, dhe ata fillojnë dhe rritin. Tash ne duhet të arritim 2 herë më shumë se sa ata të arritin një herë që të afrohemi me ta. Pra duhet shumë, jeni duke thënë, për të arritur në të njëjta nivele të paktën në vendet e rajonit. Me sa suksesshme është që ekonomia shqiptare sipas statistikave ecën me hapa më të larta rritjesh se sa vendet e Ballkanit. Kjo mbase do të ndikojë, po është një hap shumë i ngadalshëm që mund të barazojmë pagat. Negociatat me Bashkimin Evropian dhe çfarë do të ndodhë në vijim, ndoshta do të na çojnë në hedhjen e hapave më të mëdhenj, a mundemi ta përballojmë një gjë të tillë, apo është herët për të folur? Një sfidë e madhe është e bizneseve shqiptare, të paktën me këtyre bizneseve që njohim ne këtu, futja në Bashkimin Evropian, edhe ekspozimi i aktivitetet të tyre në një treg më të gjerë se tregu shqiptar. Normalisht që konkurenca do të jetë më e madhe, dhe si thua përpjekjet për të qëndruar në treg duhet të jenë shumë herë më të mëdha, dhe thamë edhe këtë që të gjithë subjektet duhet të rishikojnë veten e tyre në proporcion me tregun që do të vijë. Por kjo nuk mund të bëhet atë ditë kur ti do pranosh Bashkimin Evropian, por duhet fillohet që qysh të mendohet se si do të përballohet ky lloj tregu. Të suksesim janë ato subjekte të cilat bashkëveprojnë me subjekte të Komitetit Evropian, siç janë disa frutat perime, në bujqësi do të thënë, cilët janë të suksesshëm në tregtimin e disa produkteve, siç është luleshtryi dhe domatet tjera me radhë. Kanë krijuar një farë bashkëpunimi, kanë marrë eksperiencën. Kanë plotësuar standardet e duhura, se problemi kryesor është jo vetëm ta prodhosh, por ta prodhosh brenda standardeve. Një nga kushtet tjera të Komitetit Evropian sipas është qëndrueshmëria e bizneseve. Domethënë, duhet të merren ato masa të cilat jenë të qëndrueshme, jo një masë të cilat e përballove këtë vit, por vitin do ta përballosh dhe vitin tjetër, dhe vitin tjetër, duhet të jesh i vazhdueshëm. Sepse del nga tregu. Gjithsesi ka shumë për të folur. Edhe Komiteti Evropian ka dhe kërkesa të tjera për subjektet, sidomos subjektet në Shqipëri, të cilat futen për herë të parë. Nuk ka vetëm thjesht të prodhosh, por ka dhe ndikimin mbi ambientin, mbi klimën, mbi mirëqenien e komunitetit, dhe ka disa kërkesa shumë herë më të larta se sa to që janë, përveç se tatime dhe taksa që normalisht që duke futur në Komitet Evropian do të rriten dhe tatime dhe taksa. Se edhe shteti do të dalë në nivelet e shteteve të tjera. E thash edhe pak më parë, ka shumë për të folur në fakt për sfidat e biznesit, të ekonomisë shqiptare, po të vendit ton në hyrjen në familjen e madhe të Bashkimit Evropian, po ndoshta do të duhet të lëm një tjetër temë diskutimi për emisionin Çfarë duhet të dini. Unë të falenderoj që ishe sot me ne në studio. Ishim me ekspertin e ekonomisë Fatmir Ceci, kemi folur gjatë në fakt për rritjen e pagës minimale në vend, një vendim që ka hyrë në fuqi nga 1 janari i këtij viti dhe që prek mbi 300.000 punonjës në sektorin publik dhe privat në gjithë vendin. Kemi folur gjatë për efektet që do të ketë tek punëmarrësit, tek bizneset, tek buxheti i shtetit edhe çfarë pritet të ndodh
përgjatë këtij viti, duke shpresuar që paga minimale pse jo të jetë në vazhdimsi gjithnjë në rritje për të patur një mirëqenie, një nivel më të lartë jetese dhe për të ulur sigurisht informalitetin. Do takojmë sërish të martën e ardhshme për të trajtuar një tjetër temë. Në emisionin Çfarë duhet të dini, ju vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në kanalin tonë në YouTube, nëse nuk keni mundur të na ndiqni gjatë këtij transmetimi në ekranin e RTS-së Korçës. Takohemi të martën tjetër. Deri atëherë, kalofshi bukur.